Si Allah I ka përshujt dunjan, ka thonë në surë al-Hadid, i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakharun bainakum wa takatharun fil amwali wa aulad. Dijeni mirë, mos e nxjerrni nga hatri, mirë. Çështja e kësaj dunjas I ka 5 komponente. Ç'është që dunja e ka përshujt Zoti? 1. La'ibun, lojë. Zoti për 60 vjeç 70 që jetojmë në hisët të dunjas është lojë. Femiri veç lojë na ka shku. 2. Lahwan, dëfrime, a që kojmi pak dëfrejmi të hecmi. 3. Ozine, stolise, veshmi, ndreqmi, rregullohemi, stolise dunjaja. O të fakhru bejnukum, edhe shka? Mburi mas një qetit, kam shpinë më të mirë se tanë, makinën më të mirë se tane, villën më të mirë se tane, robat I ka më të mirë, të fakhru mburje, zote qështu është dunjaja? O të kathru fil amwali wa aulad, edhe shtojmi, bajmi gara, kush ka fëmijë më shumë dhe pasuri. Mirë po vazhdo në ajeti, presje ka, nuk ka pik, presje. Dëgjoni mirë, që a thot, ke me thelil, gajthil, a'gjeb el kufar, kja disi në gjanë, si kër ati bujkut, që e knaq, e mahnit, gjelbrimi, në fush, mashallah, pas ka marë baqja dhe kopshti, ketë, atë nuancën, atë senzën e baqës, mirë po qka, thumme, në betu thumme jehigju, fetarahu musfera, nuk zgatë shumë e gjelbrimi, a shkëlqimi, ma pastaj jehgju, fillon mu vish lullet, ju bjen koka, më sfarra, zverdhet, gjelbrimi nuk ka gjithmonë e haje shil, pastaj zverdhet, thumë me jekunu hutama, që kjo është, në fund bët hutama, shpërqendrohet, smet asgjë,